për herë të parë në jetën time. Isha tek Air Albania dhe kisha takuar Alban Tudushin, po pinim një kafe dhe po diskutonim për para se të intervistoj. Këto takimet rutinë që shpjegon se për çfarë bëhet fjalë etj. Dhe në një moment nga fundi i bisedës, ishte një bisedë shumë e lezetshme, ne po kujtonim gjëra të viteve 90, pra po qeshnim, ishte një bisedë, do të thënë ishte një moment shumë i bukur në ditën time. Dhe mua filloi më trashej gjuha. Po. Më trashej dhe mezi po shqiptoja fjalët. Atë lloj trashje gjuhe unë nuk e kam ndier, mund ta kem ndier në universitet kur pi alkool. Më thënë ishte një lloj trashje e tillë, ndërkohë që unë po pija thjesht një si ishte me Elonën, kur redaktoren, po pija një gjë me ujë, kështu pa alkolik. Domethënë të pa alkolik, një koktel analkolik. Dhe ndërkohë ndjeva që po më ftoheshin duart, veshët, kisha një si ftohtësi dhe gati një mpirje, pra miza të vogla dhe kaluan në një mpirje. Dhe ishte e çuditshme. Nuk thash gjë aty dhe pastaj mbaruam takimin. Isha në makinë, po vinin për tek vila me Elonën. Dhe them Elonës, i them, ore, kam një djesi shumë të çuditshme. Kjo trashja e gjuhës po më vazhdon dhe kam këtë gjë. Dhe Elona tha, duke ditur që unë po kaloja, se kam kaluar gjithë të kohë edhe stresi Marsit, se ja bëra monologun një javën e kaluar për gjithë ato peshën që ka ky muaj me shumë gjëra që ndodhin çdo ditë, dhe tha, mund të ketë qenë një episod tha atak paniku. E normalisht unë që mburem, që nuk kam episode të tilla, pra unë ankth kam, po kam thënë si ankth provimesh, thashë s'ka mundësi dhe Elona tha që këto janë shenja. Edhe pse nuk kisha, lexova pastaj më vonë në ChatGPT, në shokun tim të ngushtë, që nuk kisha shenja të tjera si frikë të merr gjëra të tilla. Por që më ndodhi. Dhe thash, ore, kjo kush të këndshme. Thash, pse ky është atak paniku, për cilën unë dëgjoj kudo dhe për cilën më kanë shkruar kaq shumë në Anabel,